Termocentralet lundruese të vendosura në vjeshtën e vitit 2022 si përgjigje ndaj krizës energjetike që shpërtheu në fund të vitit 2021, rezultuan një investim me kosto të lartë dhe eficiencë minimale. Edhe pse në atë kohë justifikimi lidhej me çmimet rekord të energjisë që arritën kulmin në gusht 2022, këto njësi nuk u vun kurrë në punë në kapacitet të plot. Të dhënat e fundit tregojnë se gjatë vitit 2025, ato prodhuan vetëm 77.000 megawatorë energji, që përbën rreth 1% të prodhimit neto vendas prej 7.44 milion megawatorë, duke nxjerrë në pah një kontribut thuajse të papërfillshëm në sistemin energjetik të vendit. Këto termocentrale, pjesë e aseteve të kesh, së bashku me 3 hidrocentralet e kaskadës së lumit Drin, tecin e Vlorës dhe impjantin fotovoltaik Qyrsak, kanë një kapacitet total të instaluar prej rreth 1563 MW. Nga ky total, 1350 MW i përkasin hidrocentraleve, 98 MW tecit të Vlorës dhe 110 MW dy tigrave. Megjithatë, prodhimi nga gjeneruesit termik rezultoi gjithmonë i kushtueshëm. Një skenar për vitin 2023 parashikonte prodhim prej 884 gigavator me një kosto 185 euro për megavator, ose rreth 165 milion euro në total, një plan që nuk u realizua kurrë. Ndërkohë vlera e vetë generatorëve llogaritet rreth 15 milion euro, ndërsa qiraja fillestare 2 vjeçare ishte 46 milion dollar, një shifër që është rritur për shkak të zgjatjes së qëndrimit të tyre në Vlorë. Kontrata e firmosur nga Kesh me një kosto prej 94.000 dollar në ditë dhe ndërmjetësuar nga tashmë ish zv-kryeministrja dhe ministrja Belinda Balluku synonte të përballonte krizën, por në praktik u kthye në një barë të rëndë financiare. Ndërsa generatorët qëndruan kryesisht jashtë funksionit, pagesat vijuan rregullisht nga buxheti i shtetit, duke garantuar fitime të konsiderueshme për operatorët pa prodhuar energji. Sipas kritikëve dhe ambientalistëve, që raportojnë edhe dalja sporadike tymi për justifikim, kjo çështje përbën një nga aferat më të kushtueshme në sektorin energjetik, duke i kushtuar qytetarëve shqiptar shumë më tepër se sa vetë kriza që synohej të zgjidhej.